Vrasja e pronarit grek dhe ndihmësit shqiptar në një kamping në Finikonda që ndodhi mbrëmjen e 5 tetorit mund të marrë një tjetër rrjedh sa i takon hetimeve. Kjo për shkak se një i ri 22 vjeçar, siç raportojnë mediat greke, është paraqitur në polici ku është dorëzuar dhe ka deklaruar se do të bashkëpunojë për të treguar ekzekutorin. Fillimisht u raportua se i riu ishte i afër me pronarin 68 vjeçar grek të kampingut, por më pas rezultoi se ai është një nga dy personat që dyshohet se ka marrë pjesë në vrasje. I riu i vetë dorëzuar sipas mediave greke shfaqet në videot që posedon policia, se po udhtonte me motocikletën e autorit krimit dhe siç i tha ai policisë do të zbulojë autorin. I riu dyshohet gjithashtu se i tha policisë se viktima, pra pronari i kampingut, e kishte abuzuar seksualisht verën e vitit 2022. Autori i vrasjes së dyfisht në kampingun e Finikondas është ende në arrati. Megjithatë, autoritetet kanë hartuar rrugën e tij të arratisjes me motociklet përmes 10 pikave përgjatë rrugës nga Messina në Athinë. Ai mbetet i zhdukur pasi deri më tani nuk është gjetur. Megjithatë, policia ka qenë duke shqyrtuar prej ditësh mundësinë që autori të ketë pasur një bashkëpunëtor, si ndodhi vrasja e dyfisht në kamping. Vrasja ndodhi mbrëmjen e 5 tetorit, kur autori pasi kishte mbuluar fytyrën hyri me forcë në recepsionin ku ndodhej pronari 68 vjeçar me kujdestarin e tij 60 vjeçar dhe mikun e tij të vjetër shtetas shqiptar. Personi armatosur qelloi me gjak ftohtësi pronarin duke e plagosur për vdekje dhe më pas vrau mikun e tij shqiptar i cili u përpoq të arratisej. Në vrasjen e dyfisht ishte i pranishëm edhe nipi i pronarit i cili arriti të arratisej.